Nuk du as të t'i thom lafet më të këshia, vet e bish punën për të ofenduese, për të thonë fjalë të randa. Se më zjerish një pikotro, veprimet e tua, sjelljet e tua, unë ti kom paragjyku, të kom thonë mos, ti nuk ndigjesh, ti plus krenoshe dhe thysh nuk kom bo asgjë. Ti jo për ty. Obligim. Për njërën situatë, sa i përket me Limin, fjalët e tuja janë shumë e vend, po t'isha vërtet aktrim, skenar. Kupton? Ne kena bisedat tona, gjërat tona. Kupton se do të them? Po t'ishte vërtet skenar, fjalët e tuja janë ekstrem shumë me vend. Të kuptoj shumë mirë. Edhe e di shumë mirë që ti thellë beson që është skenar. Shumë me vend janë fjalët e tuja. Unë e disha se skenar... Pala këtu nuk është skenar edhe aktrim, kupton? Nga pala jote ndoshta. Ti e ke hangër, ke rënë dashni, atë shohim. Jo, më vazhdo, më fal mama që po të ndërprej, për ti minutë. Unë jam të fol. Ky nuk i kisha thonë me të mësu. Se të kom fol dje të në kohën, edhe veç o Arlimi, je put me ta, që fjali mja i ke qitë poshtë, se më në kërkushë me ta. Unë e s'folje mo, kur rralba mo për temin e Limit. Më falë që të kom fol dje. E kom pa që e dënë shumë, tra nuk është mastina, po të flasim për familjen tani, nuk po flasim për atë. Më falë që të më thonën nuk vazhdoj me thonë mo për Limin. Falem. Nuk ke pse në kërkosh falje? Jo, veç falem që jo më hinë... Se njeriu në fund ditës dëgjon nga gjithë dhe prapë bën si din vetë, po kjo nuk do të thotë që unë nuk e respektoj mendimin tuaj. Alba nuk e artë për me respektu mendimin e nuk është ti të respektojsh mendimin tim, unë është du të respektojsh veten tënde si femër mas pari. Ajo sjellja jote, më fal, mos mu ndërpe, ajo sjellja jote që abone atë natë mbas prajmit, ajo është një sjellje katastrofike, një femën që abjen delirium për një mashkull që e refuzon. Unë si femën, të vdes prej dashnis, të vdes, a di shoh të vdes, nuk ishtova unë një gjitha për brapa. Po ti nuk... Ti është bëra një kështu, si loj fëmish aty me robat me gjërat. Pse të bësh? Si, vend se të vish aty, të arktojsh me ne, po se më dush, mos ja ras, më ngrej kokën lartë, hynë ajte, a ka arfat mirja, respektoj këngëtaren, këndo, kërse me ne, sen, kryet, ham, e mas ne i bon. Shpirt për të kërcy edhe për të knu. Se me dysh, unë kom zemër në stop të këcej e... Pa i moment ishte ekstrem, unë kam kërcy edhe kam knu edhe momentet që s'ma kanë dje, pa i për mu ishte ekstrem si moment. E po, ekstrem ishte në qa bone, ti qa përfitove për ati, ti me zore shove prapa i vjen me ty, ati vesh pse i dhimesh ti, vjen me ty. Jo, nuk është se vjen me mu pse i dhime. Më pëlqen që Big Mama ka vendosë me të unë Limin e du ma shumë se halpë. O, ju ti, nuk e di se kush ku erdi si erdi, mos i shifa ta gjëra. Mu është kam pëlqen që o ka diskutonë Big Mama me ty, për ta e papsirë, për me të kalzu, së është thamën. Po mirë më këta mua vetë i kena bo t'ju asaj pi ditës parë, mos u përziu dhe të lutem. Se e nisëm ndryshe temë, nuk ka lidhje me atë se si po e thuti tani, edin? Jo, mu po më pëlqen gjesti Big Mama, sa është që e keni nisë për me interesant, edhe Allah dhe kokë që për të folë. Po të pëlqen vetëm gjesti Big Mama, gjesti im jo? Jo, nuk përdu me di gjestin tënë. Po që e ke këtë mua betënë? Unë e di që... përdu me di gjestin tënë, Alba, vetëm përdu me di që o ka të folë shumë një për Limin, sa në tjetër? Nësë jam të i folë unë për Limin, unë jam të i foli për raportin tënë. E foli për personalitetin e Albës, unë e foli për personin Alba e në për vetë. Se unë, a di që unë e bëj këshu, të ofendoj, thomë zjeter. Unë e di farë shpirti, ko me më farë njeri ju jam. Edhe jo me knaqët me njëri unë që ajo, me këtë zemër në madhe që e kom. Ka dhe njerë nervozohem, se thomë nuk meriton njerë si Alba, unë t'jap hapsir një minut jetën time, nuk meriton këto, se këto janë njerës ignorante, njerës të këqi. Ti me ndonë se unë gjdo gjë e bëj për skenar dhe për lojë. Jo, nuk e bësh me skenar. Po, nuk o puna, ta bëshe me skenar, për ta bëshe me mend, e nëzirë vetën kokë lartë. Po janë emocionet e mija, ta manë si i ndje gjërat. Nuk i intereson si të pirë, si ke që kjo janë. E pre emocioneve tua, emocionet e të marrin ty në përkam. Edhe ato emocionet e bësh ti mos kesh respekt ndaj vetes. Emocionet dhe përveç emocionit karakteri. Emocionet kontrollohen, o Alba. Ti bësh si një adoleshente, si një vajzë 18 vjeçare që dashurus din që është mashkulli, edhe ti shkullën flokë, bëjnë vetvrasje, pin hapa, bëjnë si budallaci. Po jo, me se zbora ashtu gjëra, se unë prapë sështi shkoj ati për brapa, ashtu si bëjan fëndim. A ti tha ato fjallë të Limi? Cilët fjallë? Brajmë që a ti tha. A ti tha? Po të tregoj 3 gjëra që si pëlqen të unë. Që pyeti Luana. A i tregojti edhe tha se nuk du t'jem nuk shop në gjatë përbashkët me ty. U ti je femën ne shumë mirë e ndjejmë, po ka femëna që kjo është dallimi, jo jem po karakterit tem si femën, që unë kër e shof se një mashkull
ne e ndjejmë se a ndjen as ndjen, ti shumë mirë e dish se ndjen, po ti me çdo kush nga i nati dush ta kesh afër vetes limin. Ti fundin s'da kesh me limin, që unë ta them këtu e mbaj mend. Po nuk është ashtu për momentin. Ai ngushtohet me këtë veprim, po limi i vjen shumë. E po, është si prap nuk digjesh. Po s'është Po si mund një mashkull me dash, a ti thot këto ato fjalë të mbrajtë? Thjesht tregoj 3 gjëra që si pëlqejnë te unë, jo që ta përfundoje me mua. Pse tha jo me kry? Jo, nuk tha jo. Çka është ajo me kry? Komplikuar. Po, okej, vetëm pak. A tha 3 gjëra se nuk përshtatemi, tha. Nuk përshtaten, a tha nga stili veshjes, nga stili jetës, nga muhabeti, nga ta. Oj, Alba. 3 gjëra që s'përshtatet do të thotë që përfundon çdo gjë, për mendimin tim. Po ju s'keni nisë, ju nuk mund nisni se jeni dita dhe nata. Nuk mund nisni se limi është tip tjetër, ti je tip tjetër. Ti e ke hangër me limin, ke rënë dashuri me limin, edhe ti je ziter. Edhe një gjendje çdo gjë të bësh. Tipat e ndryshëm. Okej, Alba, a erdhe të më folish? A isha në Terezin teme? A dush ta ndigjesh atë që dush ti, a dush ta ndigjesh atë që shoh unë? Se ti nuk shofish. Pra, atë që shef ti, prap them. Po, unë që shof, unë jem të tregu. Po ti nuk e pranojsh atë gjë. E s'da pranojsh, ti për herë dhe bësh skena, dhe bësh drama, gjana, se nuk dush ta pranojsh. Unë vetëm flisja në aspektin që... Vetëm pak, jo 3 gjëra. Po ti, mu halas ka ta birë nane mashkullit të mdale mu të më those para kamerave, para tanë shqiptaris. A jo më lëndoj edhe mu. Me sy. I kom thonë. Me sy nuk du t'a shoh. Jo me sy. A di që ata pe ngri kryen plaski, për mbrenda, bohem, femën nuk. Hiq mu bre. Edhe të më lutet, të më zhgaravitet. Kur nuk jap ftyrë. Kur nuk jap ftyrë. Big Mama, kujdes mikrofonin. Qa thash kur? Zhgaravitet, qa është? Zhgaravitet u është? Dhe me këti unë... E ka shumë mirë, po në të kuptojmë që ti e dëmë, pra po në të këmë thonë edhe dje. Unë e du, e mbaj brenda, edhe si ja tregoj kërkujt. Fenomeni... Le e jashtë, këtu nuk është e... Ti e të dalë shumë keq në publik. Vetë ma tha. Kime po. Vetë ma tha, se prap një gjuna për lapin që më tha. Fola për punën e familjes, nuk fola për punën e publikut e gjërave tjera. Po mu nuk më intereson për publikun, mu më intereson për familjen. Po unë edhe me... Ata po them për familjen, për publiku, kështu si tha publiku. Alba ti shatë kanë ardhë? Jo pra atë po them, nuk kanë ardhë, tani ose kanë neglizhu, ose kanë ndodhur diçka, nuk po e kuptojmë. Alba duesh me buni zgjidhje. Apo jam mësuar me këta gjëra, nuk është hera parë. Jam mësuar me këta gjëra. Jam mësuar me ty? Në momentin që kam bërë daljen e parë televizive, jam mësuar me këtë lloj sistemi që nuk ju pëlqejnë, largohen, ftofen, afrohen prap. Edhe ty për kjo... Okej, Alba, ja është... A është ajo më e shenjtë për ty, a kjo që e bësh këtu? Unë e di që familja është e shenjtë për mua, ma edhe unë kam diçka që unë dua ta arrin jetën time. Unë kryesorja rezultati fundja... Alba, me qa darish? Si darish, me këto veprime që bësh këtu? Po jo me biki pritë se çdo gjë ka kohën e vetë. Këtu jom, që thash... faza që e shijova adrenalinën e thyrjes rregullave, tani shijoj adrenalin tjetër, do të vijë faza tjetër. Avash, unë e tregoj vetën time. Qatë fol kja që i ka sa vjetë, Alba dush me ti që të fol për unë e vlerësoj fjalët që i ka. Adrenalina, nuk adrenalina. Ama vetëm se disa fjalë kam bas sa asaj që mendon se kur unë i kam skenar gjërat, kupton? Jo, Alba, e kemi kuptu që e të dashtë shumë. Unë atë e di se e dush. Unë ta kom thonë pim fillim ty. Nuk don. Nuk don. Që? E thire edhe që këtu, edhe i thonë ftyr, a i mund të më thotë ku e di. Veprimet, a i që i ka bë. Nuk shof, edhe si mundet, e kena panë edhe në për reality show këtë gjënë e dashnis. Kanë rjedhshëm, kanë prit njerëzit 2 muaj tani në shqiptari, një puthjet ndodhe. Jo direkt ndër krevet, ndër jorgan të hyet. Pa marë parasysh, si thush ti, s'kom bo kur gjo, edhe s'ke bo kur gjo. S'ke bo kur gjo. Po vetëm, a është e hishme i moment. Ti e din se sa dhe përdoret ajo gjo. Ti e din se sa është përndaj o gjo. Unë ja thashë edhe ati që më rëndoj shumë ajo pjesa e prajmit. Unë ja thashë edhe ati që më rëndoj shumë pjesa e prajmit. Për le e prajmit, ty unë e thëmë krejt veprimet e tua që ke bo. Që ke bo deri tash. Bigi, kam pasë dhe plot veprime momentet mira, po thjesht ju s'keni shënë pramë meja. Qëfar veprime ke pa? Qëfar veprime tjera? Unë të regoj ty për brengën e familjes që e tu thanë. Biseda, veprime, gjëra. Po jam e sigur që... Ti nuk e po be, o ti, se sërishe be, kalushe kome atë, dilëshe një darka që ju bo me Esterin, boshte, e kërkojshe, boshte me ty. Po s'mund kërkoj unë ashtu gjëra. Qa, mund kërkojsh direkt ti në krevet hysh?
bashkësh krevetin e të hysh ndër organ, nuk mundesh Po mirë, se s'bëm asnjë gjë, hera parë ishte show, pastaj. A e shofish ti, s'ke bë, okay, që s'ke bë asgjë. S'ke bë asgjë. Emrin e ke nxi. Ftyrën ja ke marr vllaut, nanës, babës. Hes ka zoti shqiptarisë s'ke bë gjë. Hes ka zoti Janë fakt shqiptarisë. kamerat edhe incizimet. Po ku e din kamerat ndër organ s'kan hyrë Alba. Po i kena pas mikrofonat. A, po i kena pas mikrofonat. Çdo bisedë që e kena bë. Këtë po mundohem. Keni problem se s'po dënë më na kuptoj, Alba. Për shembull, Jo, ju kuptoj. Po unë po të kallzoj. A erdhe, a di se ta ktheva mohabet. Se m'preke prap kur më përmende se për familjen. Kur m'preke për familje mu prap ndihesh të ngrem të bëj mohabet. Po unë ty kot jam të fol. Unë një javë ditë me ty e mora me Terezi, e mora me mirë, e mora me qetësime, sen ti erdhe bënë namin e skandalit këtu ditën e Prime-it. Alba. Namin e skenave. Jo, Alba e ke. Është gjaku. Am thysh, e nuk jem shumë keq, e nuk e kom momentet e mia, unë largohem Gjaku thjesht. kam. Kërkujt nuk i pengoj, kërkujt nuk du të vi, nuk du me askën diskutoj, se s'jam Terezin teme, e di se da ta prishi da bëj. Mi më mirë, se edhe ty të kam ndodhë para gjithë, tash e mos bëjmë shumë, se çdo kujt i ndodhë para gjithë. Çka? Se s'ke ku ik. Alba. S'ke ku ik. Na jem ka folim për A momentin. e të kuptoj, Alba, ti mund që si njeri, të vish, ishe keqe, okej, nuk, as jam Terezi, vishe, hyshe ndër organ, e shtishe atë, edhe rrishe, qashe, Dojti gjaku. ekshe, hyshe të visa, jo të bësh skenaret, këcish, të thesh, të bësh, të vish aty, e me çdo kusht ta marrish të puve. Jo, nuk e marr unë. Jo, i lipsh hapësirë, mos ja rras sheti limit. Gjë, mos ja rras sheti. Dëshik që sa i do vinte të ti. Po ja, Po ti e marrish me zor e marrish Alba, këtë e në të marr me gabë. vetëm Ti e shre. të bo. Po e shef se shë e të bo farë skena për që atë vetë vjen. Për qatë se e shef, ke artu, kre krevetin, merë, hedja rateshat, bësh si asi, hysh në dush e thirish, keq jam. Jo, se kam thirr vetë pa vetë u afro. Nuk e kam thirr unë. Alba është rasti tjetër Prime, e ditë. Sa situata vjen vetë. A e diti që ta më Prime? Vjen, ti largoju. Luje lojën e kundër, ti largoju. Po, edhe këshirë. Se sa më shumë ose kush një mashkull që çaq më shumë vlerëson të respekton. Pa atë kam problem që s'mund për momentin ti E largoj. po atëherë mbaj me shnet, çfarë të thomë i bi. Unë sa shkoj të foli, Nga veç pak. Po jo, nuk ta marr për kot, sinqerisht, ti po ta tregoj pak situatën time, nuk ta marr për kot atë. Ani, Alba, po më nga veç me. Ti për kot. Ti tha 3 sene që s'të pëlqejnë, Alba. 3 sene që s'të pëlqejnë. Tha me shenj jo. Jo, me shenj nuk tha jo. Nga me shenj kështu. Erdhe prani Nuk në tha shtrat jo. prap në të bra, Alba. Nuk tha jo me shenj. Me kry, tha Alba. Jo, ani bre, nuk don ta, oni, Alba e ka Një në shtrat pram, një në shtrat me tapet. Ti vetë Kapi tillë si për fenomen del jashtë keq, Alba. Ta e vizën një. Vallahi në Alba jetë të bosh shumë keq. Ore, nuk më intereson në fund ditës çfarë opinioni do krijoj njerëzit, mjafton fakt që rezultate pozitive të ti kemë. zhytesh. Ti zhytesh. Le ti opinionin, le publikun. Që unë kom thonë, mu nuk më ndin as për publik, as për kushon. Nuk më ndin për fyrën teme, për Roni, familjen atë teme, tha? për nonën teme, për vllazërit e mi, për shoqërinë e mi, për njerëzit e mi. E, unë kur thash Ate, se mama, ti dutri. Se kam besim të kjo gjë, kupton? Vazhdo të kesh, atër çfarë të thonë? Kjo është puna pse. Okej, ti vazhdo të kesh besim, lufto, po jo këtë mënyrë, bësh skena, na prishish qefet, na prishish, kesha ke me atë, Po edhe unë kështu i them aty non stop, ama i veti përzi ndë njërë gjithë njerëzi. E disa situata kam thirr veçmas edhe veti ka përzi. Kupton si do ta them? atë natë, Unë jam për shigjet vetëm kur ti, mblon gjaku. po ti ke bre ti, po vlen gjaku ti neve, ju shoshnia, çat bën o shoshnia? Ku të ke unë shoshni, çat kom bën shoshnia? Se ta kom thonë fytyr? Se ta kom fytyr? Bigu, jo. Çat kom bën? Se ta kom thonë ditën e parë, ku të kom thonë? Bigu. Javën e Nuk është parë. puna vetëm ta tu shëftyr mendimin Qa? që e mendon edhe po t'jetë mendim negativ. Po ta flasim realitetin. Çfarë realiteti? Çfarë realiteti? Unë nuk e di si funksiononi, po Me kë? shembull të rrethim, të familjen tona, në rast se do të kjo situata, si mu me limin, në shembull, pala që është pranë limit. Mos e pëlqejnë shembull femër me cilën po merret limi. Pa. Ne vetëm për hatër marrëdhënies raportit që kemi me personin ton, e mbyllim gojën për disa gjëra, para syve të atij. Ne e mbyllim.
Ku që kena bënë? Unë kam pa plot situata që keni folë keqe për më para limit. Kush ka folë për keq? Unë të kom folin këtyr atë që kom vendu. Unë nuk më ka interesu. Ne jemi këtu ne nuk kena familje me ty. Askur gjo, ne kena qenë javën e parë, unë ta kom në tonë që e ke limit ti për vete. Se më veç pak që kem javën e parë, atë am ke thonë se e pëlqesh e bësh. Kom shkuj, kom thonë limit, limi më ka thonë jo, kom arë direkt, kom thonë jo. Nuk kom bo ty manipulime e hec. Pra po bo, unë atë që kom bo ta kom thonë këtyrë, po ty nuk ka konvenu. Nuk ka konvenu, se unë ta kom thonë realitetin. U afru me limit. Ju e nisët me skenar, po ju dulë nuk e nisën me skenar. Jo, as nisja nuk është me skenar. Se shumë gjëra që kemi pas shumë fillim që ditën e parë në të dytë, duke nisë që nga koridori i make-upit. Shumë gjëra ju nuk i keni dallu mes meje dhe mes ati, sinqerisht ta them. Nuk i dalluj, më unë i kom dalluin me shumë tjera limit ato shikime. Edhe kena dallu edhe në te make-upi, edhe unë edhe ti. Mos spoli. Unë e di që a i bën edhe provokime. Provokime? Nuk mund të ndryshesh ti Limi, Limi e tregon hapta se kush është. Limi tregon se o vlla, ai aty jetë ka. Ai nuk merret me, ai nuk e lëndon një temë. Nuk don të të lëndoje, nuk don ta lëndoj, po ai të kallzon ty, nuk ka kur gjë serioze me ty. Ai ka 700 femna, e vërteta të thot haptas. Unë edhe e dup se është ashtu. O vlla, ky jo. Ama jo ti me zonë shumë janë kështu tani që derisa bëhen me njërën, kalojnë 700 milion femra. E ti qa mendur se Limi Dilane edhe dhe... Po edhe unë besoj të kjo gjëja me dhe ta provoj. Po vazhdoj. Ti pravo, ama ti në atë mënyrë se ne besoj, se ne kuptësh. Ti nuk e kuptësh, ti kuptësh atë qa dush, Alba, ti për çdo debat, për çdo... Jo Lini, ti dush atë qa ti e mendosh, ti atë përgjigje marrë. Për vetën time normal, kur janë debatet për vetën time. Ty qatë konvenon, jo qa është. Po jo më bigi se kena pasë debatet tjera për gjëra tjera njetë, edhe prapi kam për gjë tjera. Ai folën tjetër sen, ti përgjigjesh tjetër sen. Ai folën tjetër sen, ti përgjigjesh tjetër sen. Ti çka dush, ti çka ke Me Frederikun, e di që ndodh kjo gjë me Frederikun me Radin. Ne me Frederikun, po folishe me Luanën, me opinionistat, me Albanën. Ti po si do që mirë ndonjëra ata nga lartësia, nga zëri. Unë po foli ty diçka ti, po përgjigjesh atë çka dush ti. Ti atë çka don, ashtu e kupton. Ti e ndëgjon atë çka dush ti. Nuk e ndëgjon atë çka do të Unë kundërshtoj asnjë pikë ty. Unë thjesht jap një shtojt. Po jo me të kundërshtuar atë që e thu ti. Ti nuk e përshtoj, ti se unë ta kuptoj të fjallën. Ti nuk so përgjigjesh arsye time, masi nuk e shofish. Masi dush ti, vazhdo ti Alba, veç unë të lut këtë rend si njëri, jo ull të foli me ty. Që as kom dash as një herë të foli, po të foli edhe njërë si njëri, po të foli si një femër, bijita. Unë thonë ty, unë nga dalë prish, nuk prishi, me pa unë e diçka që ka ke ju. Unë jo me e shëtë bëj bashkë. Unë kom bo me mira njërës bashkë, që ajon me fmi, me tonat. Nuk e prishi, po da përkrahi, nëso një dashuri e pasër e vërtet, edhe shof që ka shkëndi. Kjo pra është puna që ti mendon se s'ka. Nuk ka se e shof, kjo e stisën nga ana jote. E stisën nga ana jote, po e stisën nga ana ti me gjdo kush jetu po. O big nuk është e stisur. Vaj qëndrimin tonë, mos ja ku. Se nuk i dini gjitha bisedat, nuk është e stisur. Po nuk ope puna bisedat e veprimet, po edhe bisedat, a di sha? Edhe veprimet, nuk i dini gjitha. Me mu, unë po e vëndoj vetën time me ty. Unë jom Alba. Mu bën Limi kret muhabet e tjera, gjëra tjera, a i dirisa me mu më thot gjëra tjera, e para opinionit më thot gjëra tjera. Mirë, se disa muhabet edhe ja keni ke shkuptu aty. Ja, veti. Ja, unë pot jom të foli. Kisha ka ke shkuptu, oj, Alba. 39 vjet i kom. A di sa eksperiencë në jetë kom une? A di sa kom bri unë në jetë? Edhe unë jo me kësi budallëqe. Jo me kësi budallëqe. Kur s'ka pat kësi budallëqe, kur s'ka pat jom në vajzë, kom luftu, kom gri, jom zru, jom qu, kom bajt familjen, kom shqyu familjen, kom përbalu smundje, vdekje, gjana. E unë e të më fole, mu ma shumë kish art inati, vetë mu në të më those qdo gjë që është me zeza, se sa të më those para opinionit e para njerëzve. Po do me thonë, aj nuk, derisa nuk të respekton ty, si mund t'ja thonë mu në këtë gjë para krejtve,
Qa mi intereson mu që më thonë vetë? Vetë mu në të më shaje, në të më refe, në të më qatë Ky është problemi, këtë ja kam thënë edhe. Vetë ndërmjet mund të themi çdo gjë. Ama këtu edhe vetë kur je ke kamerat, është shumë presion, është shumë problem. Ti shumë mirë e din ku ke atë. Këtu s'ka privatësi, këtu s'ka vetë do folim ne. Ne unë si fola shkëtu me ty, si fola para kredive, se bi gjitha i kena këto aparata që i kena çdo 1 metre. Edhe atia kam thënë shembull. E disa problem kam kur komunikoj diçka edhe me atë, se shembull bisedat tona, edhe kur du t'i tregoj për veten time, kush jam unë, si jam unë jetën time, duhet të hiqem, se s'mund t'i flas gjitha. Edhe ato nuk mund ta pyes, unë kur pyes thellësisht dhe nuk dua t'i lyj atyre pyetjeve të thellta, bisedave që i bën atje dhe ja kam bërë qartë, por edhe kur ka bised mes nesh, dua t'ja tërheq vëmendjen për diçka, prapë s'mund t'ja them 100%, se i kam thënë, unë shembull, me njeriu që unë e konsideroj në krah, në rast se kam diçka keq t'ja them vetë, nuk mundem para gjithëve, edhe i them edhe vetë të dy kur jemi këtu në ferm, nuk mundem të ta them tamam 100% muhabetin, rast se mendoj diçka keq për ty me ta tërheq vëmendjen, shkaku se s'du para publikut me nxjerr keq. Edhe këtë gjë ja kam thënë. Gjithë kjo, leje vetën time, flas për raport ma jo. Tani gjithë kjo po më bën shumë presion, që unë realisht mos flas gjëra që dua t'i flas për atë, realisht mos pyes gjëra që dua ta pyes atë, shkaku i gjërave të jetës, jo të bëj gjëra për show. Tërhiqem nga shumë gjëra, e kupton? Ndërkohë që mu zemra më pulson me bën muhabet, me peshu muhabet në disa drejtime që unë realisht dua ta pyes dhe dua ta njoh atë. E kupton si do të them? Ti tani e din se si është jeta jashtë. Unë e di, po ti e din, ti ke kalu gjërat, ai e din, ai ka kalu gjërat. Edhe unë nuk jam bosh, nuk jam këm për mbi këm. Kupton si dua të them? Hapa që ke kalu ti edhe unë ata hapa jam edhe jam shumë hapa ndryshme. Edhe nuk jam lirshëm të fol. Një bisedë e bëra me atë të dushi, lidhe me një pjesë të jetës time. A je lirshëm? E disa ofendova. Ti më mirë bisedojsh e lirshëm se sa veprimet ti bësh. Jo flas për biseda ndërmjet atë për të njohur njëri me tjetrin. Edhe kur dua të bisedoj diçka që më pengon diçka ose diçka tjetër, nuk mund ta bëj 100% rahat. Ti bën rahat veprimin më jo duan si rahat. Mosu s'vjen mirë, e di, po unë ta them realitetin. Ky është problemi që veten e nxjerr keq, ndërsa tjetrin s'du me nxjerr keq, e kupton? Po si nxjerr keq, Alba, ti i kërkove atij të fleni bashkë. Ti mund të kërkosh ajo ishte për show atë natë. Pastaj natën tjetër ai më tha mua që dua të qëndrojmë bashkë. Okej, ti e bëne për show e mapa ndjenjat fjalës së një folish. Domethënë vendose a për show a për ndjenja. Jo, nuk më kupton. Jo, unë të kuptoj. Ti e bëne për show. E bër për show të dy për çesh. E po domethënë ti nuk stisesh për show të bësh si veprime pi kamerave, as stisesh për biseduar për ta treguar realitetin tan. Edhe të flasish edhe ta njohësh. Bisedohen disa gjëra të digjiçajnë. Më mirë bisedohen. Një muhabet më shpëtoi këtu te dushi, me të fakt që një muhabet më shpëtoi. E them inshallah do zoti s'ka dal. Kupton si dua të them? E kam shumë problem. Akoma sot e kësaj dite s'jam mësuar me sistemin e kamerave deri në atë lloj pike. Që truhen për çdo gjë. Edhe prandaj i kam thënë më mirë. Moj Bigi, po flas për jetën reale. Bigi, po flas për jetën reale, se ndryshe s'kemi si me u njoh. Se s'do njëse mund të atë për punët e shtëpisë. Unë jam shumë reale. Edhe për punën e stallës. Jam reale në karakter, në emocion, ama nuk po mundem ta tregoj veten tim 100%. A di se s'ke nevojë. Njeriu me veprimet e veta me si në sa do ne jena reale ai është me veprime shtëpie, edhe me veprime raporti. Po njeriu kjo është mas pari ti, njeriu ti shef ty. Duket shumë pak këtu. Këtu, po ti si ja dha e vetes atë. Jo, e ka fjalën duket shumë pak këtu momenti për dëshmu veten time, kupton? Po ti e Se jetën time unë nuk merrem me këta gjëra, me këta situata. E kupton? Edhe këtu më duket çdo gjë shumë për të qesh, shumë adrenalin. Edhe këtu është edhe ajo pjesa që kur e kuptoj që shumë veta vinë edhe i bëj muhabetet vetëm për protagonizëm, i qëndroj mendimit vetëm për protagonizëm, kapen me detajet, kota, ose kapen me një detaj para gjykim. Po nuk e bëj me bigja. Po ti pak para, më e kombo për show. Jo, flas
për show, ishte dëshira jo për show në kuptimin negativ, për skenar. Për çfarë? Për qesh, kot, qef, për qesh. Për qesh. Qesh ti bëre për show edhe vllaus ti bën 2 afteshat. Nuk e di çe ka ndodhur. Po jo, unë po ta kallzoj. I kam hyrë valës dhe që deri në fund. Qoj ti deri në fund? Allah qoftë. I hyra që hyra dhe që deri në fund. Ti çfarë dush bën, unë vesh një lutje kompete. Kërkoj që mbaj pak veten. Ke respekt pak për veten tonë. Dali shumë keq. Beso dali shumë keq. Dali shumë keq se jetu tu e shty me zor njerin jetu bo skena se ne kontrollosh veten, se ne kontrollosh bone, atë natë bone katastrofik skenën qa qanë qite, ti për kontrollosh. Kapi pulci, brat natëm, kapi pulci, tha gjitha. Që i thabe, do ti nuk i kapi gjitha, pakës do të kesh atë vlerën tonë dhe si femër, vlerën tonë dhe si grue. Po e mbaj për momente tjera e mbaj. Qa është e sjellje ashtu të bëjune për një mashkull, po e ha me dhëm mashkullin bre, e ha me dhëm. Ai mu mesazhin mos ma kthehe, unë s'ja rrasi kur. Mesazhin mos ma kthehe. Po kjo vjen ose ta shoh çudi një nga më çoj vetja. telefonin. Ai nishin erdhën thirrën mu punë ashtu, po çajo çudi vjen. Po kjo çudi vjen, e di pse? Se rrallë një më ka ndodhur me një mashkull kështu. Mund të ndodhë vetëm me një 3-4 meshkuj në jetë, hiç më shumë. Ky është. Sepse i dha atëre, erdhe këtu e bëni gjithat. E mbash e veten. Unë t'i thash 2 arsye se s'du moti këtu. Vishe ke Fatmiri aty te parti, pse ishe kënaqeshe, e mbash e kënaqe për vete. Me uknaqa, po në fillim as isha tu e pa Fatmirën fare se mishin e se po ti e shef limin, që e puna. Ti me çdo kush lypshe, masi erdhi ta vari limi ty, ti erdhe aty. Se mos kishte ardhe limi ti nuk do vishe. Ti erdhe këtu ti atërekësh vëmendjen limit, ashtu Jo, isha nis për të ardhë. Erdhe këtu bone me krevatet, bone hallakama. Bigi erdha të ndrohe, me peqi isha ndro, isha nisur për të ardhë. Për kundrazi, kur erdhi të marrë ai, nga një ranë s'desha të vi për i natë pse erdhi të marrë ai. Unë erdha se u ndrova këtu, se isha me streqet, se dija e peqe ndrova beshjen, se kisha ftoftë edhe s'mërrieshte me fustanin që isha, s'kisha nerva me fustan. Dush të marrish vesh, kom fol, këtë të fjale, ti kom thonë 5 ditës parë, unë kom dalë e keqe, unë kom dalë që jam bush mendjen, unë kom dalë ajo që Bigi thëmë, penstar, veprimet e tua, ndësh për show, ndësh për jo show, unë nuk kam pëlqyer, nuk t'i pëlqej. Se unë si kisha bë kur, nuk janë skenar si e mendon, realisht ta them. Okej, nuk janë skenar. Se besoj se po ta kuptosh në realitet, hala ma keq. Hala ma keq. Hala ma keq. Hala ma keq një femën, hala me të femni. Një vajzë me tanat mira, gjonat, qot, bojë, kësi, gjeste, për qa? Për qa të bësh? Nëse jo për show, nëse jo për vëmendje, për dashuri, unë t'ja marrë ftyrën familjarëve. Po, se mora ftyrën vetës, pse i ka pa robat ashtu, mam, Bigi. Ta folim troq. Unë s'kom bo asgjë. Sa të ndodhi kështu situata shënqit. Sa privacime. Po edhe unë e du privacime, se një të reale nuk bëj kështu para gjithve. E po pse bësh këtu? Pse bësh këtu? Pa jo është problemi që harroj që janë kamerat. Ti njerë të harroj, njerë të se më poli une gjëra se ka shumë kamera. Kur m'ka pulsi, harroj që janë kamerat. Kur m'ka pulsi. Alba, si m'du këtë prapë shof se une frymën e argjoj kohë. Unë si pas me s'kom bo asë një veprim të kesh, unë prapë e ha veten, mos kom gabu diçka, mos i kom lëndu një fije të vogël nonën ose vllaznit e mi. Tu e di që s'kom bo asgjë, mu kret ma din tipin të më karakterin të mësë, jam kret me meshkuj qaf për qafe, po këto gabime si kom bo kur. 24 vjetë karierë kom, kur kom thonë e dish, unë nuk jom bo me lidhjet e mia publike. Edhe unë s'kam bo kështu gjërash. Kjo është hera parë, lidhja ime parë publike, edhe kjo është mashkulli i 4 mund të them, që mi këtruri kështu në këtë lëmën. Ka që të them. Edhe pikrisht e ky mashkull, pikrisht qëlloj që t'jetë publike. Edhe mu, kur vlon pulsi, edhe kur ndihem shumë në harmoni totale, këtu, brenda, unë harroj që ekzistojnë kamerat.